Një biznismen I cili rahu të dashurën e tij aq shumë sa ajo humbi gjysmën e kafkës së saj, ka vdekur pasi mësoi se do të burgosej ose do të duhej të shkonte të luftonte në Ukrainë. Angelika Tartanova, 33 vjeç, psoi lëndime të rënda në kokë, dëmtime të rënda në tru dhe probleme të qëndrueshme njose, pasi Dmitri Kuzmin, 41 vjeç, e rau atë në Rusi. Kuzmin tani ka vdekur papritur nga një atak I dyshuar në zemër pasi mësoi për dënimin e tij. Modelja doli në TV 4 muaj më parë për të zbuluar tmerret e lëndimeve të saj. Fillimisht biznesmeni Kuzmin shpresonte të shmangte një dënim me burg dhe madje I u lejua të vizitonte Tartanovën në spital, pavarësisht se I kishte shkaktuar lëndime. Por më pas ai u akuzua për tentativë vrasjeje. Modelja nuk ishte në gjendje të fliste për muaj të tërë pas sulmit nga manjati I ndërtimit të rrugëve. Ajo zbuloi se shërimi I saj ka qenë ngadalt nga sulmi I 23 nëntorit të vitit të kaluar dhe të folurit e saj nuk është rikuperuar plotësisht. Për një kohë të gjatë nuk I u afrova pasqyrës, isha shumë e friksuar, tha ajo shkruan Metro. Mjekët thonë se sulmi shkaktoi trauma shkatruese në tru, duke kërkuar një ndërhyrje kirurgjikale urgjente për t'i shpëtuar jetën.